e shoh që është një organizim vullnetar i njerëzve, i qytetarëve nga gjithë Evropa, nga gjithë mërgata jonë dhe nga gjithë trujet shqiptare, jënar njerëzit me vullnet lirë, mbrojtjes lirimtarëve. Edhe njerë po vërtetohet këtu, nga Haga që lufta ushtrisë lirimtare ka qenë e drejtë, është e drejtë edhe Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi, Pjetri dhe gjithë tjerë që në atje përmbrojnë për shumë të herë lirinë e Kosovës dhe po shihet që në ditë e fundit që me të vërtetë edhe ata me orë më të fuqishëm se çdo herë. Me dhjetra mira qytetari pova rrugës edhe prej mes zemra mal mu bu. Faleminderit për gjithë atyre që sot kanë ardhur këtu vullnetarisht. A besoni që do të jetë frytshme në fakt kjo lloj proteste që është duke u organizuar? Unë besoj që është e frytshme edhe mendoj që duhet qytetarët shqiptarë, këtë rast shqiptarë kudo që janë, mos me flejt gjumë edhe këtu të pak ditë që kanë me deri so shërimtarë të ndalin liri. Nuk ka kuptim liria pa shërimtarë.